Shoqëria më mashtruese që mund të ekzistojë. Kjo pjesë e çmendurisë tonë që nuk e pranojmë, është kjo dhe kjo pjesë e çmendurisë. Ne jetojmë me këtë gjë. Domethënë, shiko, shoqëria, se themi shoqëria jonë se me të tonën do merrem. Ne jemi shoqëria, saktë. Po kjo problematik nuk është vetëm këtu. Është edhe në Europë. Jo, bota nuk e ka. Jo. Në botë ke... Si numra e ka. Ose nuk e pranon. Bota, nëse ti më thua që nuk është problem mendor, fakti që marrin qenin karrocë, fakti që japin qenit ushqim me biberon, fakti që janë njerëz të cilët vën kufje dhe nuk flasin me njëri tjetrin, fakti që u duket vetja sikur bëjnë aktivitet fizik, po si e si të shkëputen nga të qenurit askush, mbase e kam parë unë ndryshe Europën, po Europa është më keq se ne. Ne ende flasim pak me njëri tjetrin. Në përqindje po, po Ornela po thot, ata e pranojnë. Po, unë nuk e di se e pranojnë. Se ky është problemi që kemi ne nuk e pranojnë. Po ka lidhje dhe me skizofreninë e sëmundjeve mendore, apo jo? Është çështja që europianët marrin dhe pranojnë medikamentin. Po, janë më të ndërgjeshëm dhe kurohen. Ndërsa tek ne fshihet, stigmatizohet, si tha Ornela, nuk e tregojnë problemin dhe nuk e marrin medikamentin. Pastaj është dhe një gjë që në Shqipëri nuk mund të fillojnë sëmundje mendore vetëm te fëmijët, mund të fillojnë dhe në një moshë madhore. Nga pritshmëritë e mëdha varet si me çfarë ushqen trurin. Ne kemi pas një rast që tha dua të bëhem drejtor i Alp Kontrollit për shembull. Dhe nga pritshmëria e madhe që kishte nuk e arriti, ose drejtor në një institucion tjetër. Ishte gati duke fluturuar nga gati 5, gati i balkonit. Kjo është vërtet, Barda. Pse? Sepse unë nuk arrita këto. Atëherë truri ti po kalon të probleme. Se e ke mbytur. Në fakt, ky është një faktor risku, faktor shpërthyes. Nuk është ky shkaku. Donte të bëj drejtor dhe prandaj ishte gati. Pritshmërit në jetë janë të mëdhaja dhe tek të rinjt. Janë shumë të mëdha dhe kur ato nuk realizohen, ata kapin një trysni. Kanë presion, patjetër. Presioni varet si e përballon trurin. Është një tipar i kësaj lloj situate, se ajo është situata më e rëndë kur kërkon të bëj është tentativë suicidale. Të dënoj veten, të vrasë veten. Po, është tentativë suicidale. Unë mendoj që për sa i përket stigmatizimit, në Shqipëri shoh ndryshime, unë si psikiatre. Kam 30 vjetë që punoj në psikiatri dhe shikoj që njerëzit janë të interesuar. Vetëm këto vitet e fundit. Mos poshtohet. Realisht nuk poshtohet. Po, të dua ta shpjegoj pak më lini. Në rajon ishte maksimale. Poshtohet. Pra, është shtuar numri, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe jashtë Shqipërie. Kjo ndodhë sepse presioni është shumë i madh psikologjik. Po ashtu edhe Covid-i la shumë pasoja, përsa i përket anktit, përsa i përket depresionit, por edhe çrregullime psikotike që janë diçka më e rëndë se sa këto simptoma që unë paraqita. Por kjo rritje e numrit, që është vërtet i rritur numri, është edhe si pasojë e shtimit të interesit të njerëzve. Po, tani merret vesh më shumë, se dikur e fshinin dhe se merrje vesh. Jo, i interesohen më shumë, lexojnë më shumë. Po pra, është shtuar raportimi numrave, sepse njerëzit tani shkojnë dhe pyesin. Tani kapitalizmi i ka bërë gjithë njerëzit ti dhe nga balkoni, ke dëgjuar ti në komunizëm ti dhe njerëzit nga balkoni, unë s'kam dëgjuar, mund të ishte një rast në... Po kishte lidhje dhe me pritshmëritë, që s'kishe shumë pritshmëri ishte i kufizuar. Po ky kapitalizmi i ka vënë minat mendore çdo individi. Po. Pas ka qenë sistemi më i dy për të përballuar.